Ciklistët shqiptar dhe të huaj që po marrin pjesë në rrethin e 73 ciklistik kanë rrezikuar ndjeshëm jetën. Në etapën Tiranë-Shkodër, pasi kanë hyrë në pjesën e Shkodrës, policia edhe pse ka patur njoftim nuk ka marrë masa për qarkullimin, gjë të cilën e tregon edhe vetë presidenti i Federatës Skënder Axhaku, ndërsa tregon edhe një incident që ndodhi. Ndjehem mirë nga ky moment që jam këtu për arsye se ka qenë një shpejtësi shumë e madhe sot. Është arritur një rezultat shumë i bukur. Me datën 1 korrik është kampionati ballkanik dhe ne mendojmë që nuk do të ndahemi pa medalje, si në kronometër edhe në rrugë. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë si sot, si në Shkodër dhe në Fushkruj. Prandaj u bëj thirrje si miq që nesër të marrin masa të forta për arsye që mos kemi asnjë lloj incidenti. Sa rrezik kjo punë është me jetën, vëlla. Sot ai djali ka shpëtuar kot, para një jave u rrëxuajnë ciklist në Dajt dhe është akoma në spitalin ushtarak që po luan me jetën. Janë rreziqe të mëdha me këta njerëz televizin e që bëjnë. Dhe i bëj thirrje policisë në mënyrë që policat mos rrinë për kryqëzime duke bërë muhabet, po të jenë në shërbim dhe të syvirojnë deri në një gjësa të vit ciklisti i fundit. Qofse duan që të zhvillohet aktiviteti, qofse nuk duan të zhvillohet aktiviteti që nesër e mbyllim dhe ekipet do shtur për shtetin tonë që mos të arrijmë të bëjmë këtë veprim. Në etapën Tiranë-Shkodër gjatë 94 km fituesi u shpall Ylber Sefa i Tiranës, në vend të dytë Kristel Soda i Apolonisë dhe në vend të tretë Josif Çerkez i Bosnjë-Hercegovinës. Ciklistët e vllaznisë mbërritën me grupin e dytë duke bërë një paraqitje pozitive. Jena mos të kënaqur nga si staf drejtuesi i ekipit ciklizmit. Të po moshën e re të këtyre sportistëve që kanë janë gjithë 14-15 vjeçra. Përfundimi me sukses të dy etapave para që difton punën si është bërë deri tash me këtë element. Paraqitja sotme është shumë e mirë për to. Vllaznia është djepi i ciklizmit shqiptar dhe pa ciklizmin e vllaznisë, ciklizmi shqiptar është me kramangut. Pas pak vitesh ta çojmë në nivelet e më të larta të ciklizmit, edhe më të rritur. Objektivi jonë është ta marrim me sukses këtë aktivitet për djem të marrin sa më shumë eksperiencë, të jenë të gatshëm për vite të tjera që të konkurrojmë në jetën edhe ne. Renditja e përgjithshme pas garës së dytë kryesohet nga Sefa, i dyti është Banushi dhe i treti bosnjaku Çerkez. Etapa e radhës do të jetë Shkodër-Burrel 100 km.